Ju përshëndes të dashur miq, jam në studio me specialistin e bimëve mjekësore, doktor Ylli Merja. Në fakt këtë radhë, jo për të folur për një sëmundje të caktuar, jo për të sjellë çajra dhe bimë të natyrës shqiptare apo për të pritur telefonatat tuaja, por për t'ju treguar me shumë krenari dhe me shumë gëzim se pikërisht ka qenë kjo bisedë, kjo rubrik Bima dhe Shëndeti, një fryt bashkëpunimi midis doktor Ylli Merjas dhe një biznesi grek, një fabrike greke e cila prodhon gjithçka rreth kozmetikës. Kemi udhëtuar në Greqi. Do doja të përshëndesja një doktorin, mirë se erdhe doktor, për të prezantuar pikërisht atë çka ne kemi realizuar gjatë këtij muaji në Selanik të Greqisë. Bëhet fjalë për një bashkëpunim i cili sigurisht do të bënte emrin tuaj të njohur edhe në arenën ndërkombëtare. Po, faleminderit dhe gjithçka lidhet vetëm me punën tonë, edhe kërkimore shkencore, por edhe një punë që i ka qëndruar shumë afër qytetarit, i ka qëndruar shumë afër natyrës, edhe duke bërë njëkohësisht gërshetimin midis natyrës edhe njeriut që është një produkt i saj. Sigurisht, ky çift njerëzish, pra përfaqësuesi ose presidenti i kompanisë Smile Kozmetik, në Selanik, së bashku me atë zonjën Evi Mezini, që ishte një ndërmjetëse, një ndërlidhse. Edhe unë do doja ta përshëndesja publikisht, sepse ajo ka prezantuar rubrikën e Vila 24, Bima dhe Shëndeti, me zotin Dimitris Vosmandros, rreth rubrikës që ju realizoni telefonatave përgjigjet që ju jepni shikuesve. Më pas, zoti Dimitër ju ka kontaktuar drejt për së drejti juve. Pra, a i tha, derisa po e shohim këtë njeri në ekran, që është i njohur dhe u përgjigjet shumë çiltër njerëzve, tha, pse të mos ta njohim, mos ta kontaktojmë, edhe të diskutojmë si ne të dy palët mund të kombinojmë dhe të gërshetojmë mendimet e njëri tjetrit, kapacitetet e njëri tjetrit, për të realizuar një produkt. Se për çfarë bëhet fjalë dhe se çfarë lloj bashkëpunimi është midis doktor Ylli Merjas dhe një fabrike të njohur greke e cila tregton në 25 vende të botës, ju ftojmë të ndiqni këtë reportazh të realizuar me stafin e Vila 24 në Selanik të Greqisë. Shikim të këndshëm. Σαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάμα, εσύ που βγάζεις... Nëntori i këtij viti, përveç pasurisë së madhe të bimëve medicinale në vend, solli një frymë të re bashkëpunimi për specialistin e bimëve mjekësore Ylli Merja. Ishte pikërisht rubrika Bima dhe Shëndeti në Vila 24, arsyeja që na çoi në vendin fqinj Greqia. Prodhuesi grek i kozmetikës, zoti Dimitris Vosmandros dhe themeluesi i fabrikës Smile Cosmetics në Selanik, fton doktor Ylli Merja nisur nga programi Vila 24 për të nisur një bashkëpunim të ri ku biofarmacisti do të përgatiste recepturat e tij të shampove, kremrave dhe gjithçka e të kujdesit vetjak, ndërsa prodhuesi grek do t'i prodhonte me teknologjinë më të re në fabrikën e tij. Produktet do të kenë logon Merja, ndërsa bashkëpunimi do të jetë shqiptaro-grek. Σαλονίκη μου κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι το όνομά σου το γλυκό. Αχ, πως νοστάλγησα να ξαναρθώ κοντά σου κι ας ξεψυχήσω μπρος στον πύργο το λευκό. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου και καφιέμαι. Θεσσαλονίκη μου. Shampa për flok normal, jetë edhe pak çlodhëse, për të i shkuar në të disa pika të vajt esencial të mentes. Menta longifoliu, edhe 2 deri në 3 pika vaj esencial të livandës. Σαλονίκη με τα τόσα σου μεράκια,
βγάζει στα πιο μορφά κορίτσια. Në çfarë do të njëhoj tani kjo doktor për këtë formulë që ju Me këto do të krijoni? shtesa që ne do të realizojmë, pra me këtë vajin esencial të lavandës, vajin esencial të rrugës, kjo bëhet edhe pastruese shumë e mirë, e ka të zbotën dhe ka si që kis kalbin e kokës të rapi një të shlojë, një të rajsi, një freski, të cilën krahas formulës së mëpashme që neve e kishim diskutuar, mendojmë t'ja shtojmë këto për t'i rritur edhe më tepër, jo vetëm vlerat rigjeneruese të saj, por t'jetë e dukshme, t'jetë mbushse, t'jetë joshse, t'jetë kënaqse, pra edhe të na rigjeneroj, edhe të ushqej, por edhe të qetësoj më mirë sistemin nervor. Pra një njeri që nuk ketë një akt, një stres, një lodhje, kjo shampo është me të vërtet një shampo shlose, por edhe pastruese shumë mirë. Και καφιέμαι, είσαι η πατρίδα μου το λέω και καφιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Çfarë mendoni doktor? Shampoja e bebes, sigurisht që pH-in e ka afër 7-ës, pra është një qetësuese shumë e mire e lëkurës së bebit, nuk e irriton atë, por duke qenë që në Shqipëri rriten për së mbari 2 bimë mjekësore, ajo e Helichrysum italicum edhe livandoja, mendojmë që i shkojnë shumë mirë për shtatë kësaj. Pra, ne do të provojmë një herë nga 3 pika nga secila, pra në raporte të barabarta, të shohim sa do të ndihet kjo në ndryshimin e aromës së saj, ndërsa për sa i përket efektivitetit rigjenerues të lëkurës, të ne kemi provuar në Shqipëri dhe ka qenë shumë rezultative. Kjo shampo do të përdoret shumë mirë për të gjitha llojet e lëkurës, por edhe për ata fëmijë që populli thot ka rrebull. Pra ka plasaritje, mbushen si me fuska uje e kështu me radhë. Kjo shpërndahet lehtë, nuk diskutohet, shkumon shumë mirë, e mban lëkurën të butë, nuk e than, por ajo që na pëlqen më tepër është e këndshme, është çlodhëse dhe rigjeneruese. Pra edhe kur fëmijët kanë një djegje për shembull në pjesën e poshtme që u shkakton urina, mbajtja e urinës për shembull, ose peqja kur ajo qëndron për quajmë 1-2 orë e ka ndëruar fëmia, atëre ka veti rigjeneruese të këtyre puçrave, të skuqjes së lëkurës dhe përdoret edhe kur pra kjo do të ndihmojë domethënë në zbutjet e lëkurës së bebit. Një shampo tjetër për të rritur. Ndër një shampo le të jetë universale, le të jetë shumë çlodhëse, e këndshme dhe rigjeneruese edhe për lëkurat e ashpra të fëmijëve ose në ato raste kur kjo krijon puçra. Aroma e saj është shumë e këndshme. Pra bebja edhe me këtë, edhe në ato raste kur ka pagjumësi, është qenë. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου. Kjo lloj shampoje është për ato lëkurat e thata dhe njëkohësisht ndihmon në frenimin e rrugave në lëkurë. Kjo do të jetë shampo e trupit. Dhe njëkohësisht anti-rrugë. Kjo shampo duhet të na kënaqi vlerat jo vetëm komerciale, tregtare, por edhe vlerat shpirtërore për ata njerëz të cilët kanë urtikarje, shkruarje në kokë, nuk kenë puçra, nuk kenë myk ose ekzem. Por është vaj esencial i rigonit, i modi dhe karvaklonit, të cilat
thyej shumë mirë dhe i rrisin fuqinë vepruese. E bëjnë këtë lloj shampoje më antinikotik. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Mund të themi këtë gjë që kjo shampo me sherebelin bëhet pak e rëndë, por funksionin e ka të mrekullueshëm. Mund të përdoret nga shumë njerëz të cilët gjatë natës kanë dirësitje në pjesën e qafës ose tek zona e sqetullave të duarve. Të jetë e qëndrueshme, të jetë vepruese në organizëm dhe rigjeneruese. Po le ta ruajmë atëre identitetin ton edhe tek ky deodorant i meshkujve, i cili është njëkohësisht antidjers, por edhe rigjenerues dhe ushqyes shumë i mirë i lëkurës. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σε έχω πάντα studia. Që ju takojmë, po ka qenë Muse 24 në fakt dhe Vila 24, le themi piknisja e këtij bashkëpunimi apo jo. Mund të na tregoni diçka më shumë se si ju e keni njohur doktor Yllimeria dhe përse lindi ky bashkëpunim, si lindi ky bashkëpunim me ta? Η αντιπρόσωπός μας στην Αλβανία, κυρία Εύη Μεζίνη, παρακολουθούσε την εκπομπή σας. Përfaqësuesja jonë në Shqipëri, zonja Evi Mezini, ndiqte emisionin tuaj Vila 24 dhe intervistat që realizonit me doktorin. Kështu më bëri të njohur ekzistencën e tij dhe suksesin e madh që ka në vendin tuaj. Kështu, bashkë me zonjën Evi, vizituam dyqanin, klinikën e Zotit Merja dhe u entuziazmova nga prania e madhe e njerëzve, besueshmëria e madhe që tregonin tek doktori dhe besimin që kishin tek bimët dhe tek produktet e tij. Και εντυπωσιάστηκα από τη μεγάλη προσέλευση του κοινού να γνωρίσει τα προϊόντα του και να αγοράσει προϊόντα. Η μεγάλη εμπιστοσύνη που δείχνανε στο γιατρό και η πίστη που είχαν στα βότανα και στα προϊόντα. Kjo më shkaktoi çudinë dhe kështu erdha më afër me doktorin dhe vendosëm të bashkëpunojmë. Domethënë, të lidhim recepturat tradicionale me bimët, me teknologjinë e re të Smile Cosmetic, me aparaturat bashkëkohore dhe me know-how-un e re, që besoj se së shpejti do të ketë rezultate të mëdha në bashkëpunimin tonë. Και με το καινούριο know-how. Αυτό πιστεύω σύντομα θα έχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα στη συνεργασία. Çfarë ju bëri përshtypje nga doktor Merja dhe çfarë produktesh do të prodhohen këtu në fabrikën tuaj Smile Cosmetics? Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η εμπιστοσύνη που έβλεπα να δείχνει ο κόσμος, οι καταναλωτές, στο πρόσωπο του κυρίου Μέρια. Më bëri shumë përshtypje besueshmëria që tregonin njerëzit. E prisnin si Zoti që do t'u jepte recetën magjike që të kuronin sëmundje të ndryshme trupore dhe mendore në një farë mënyre. Και νοητικές κατά ένα μέρος. Αυτό μου κίνησε το ενδιαφέρον και ήθελα να μάθω Kjo më bëri të tregoj interes dhe desha të mësoj ku i gjeni, çfarë historie ka kjo filozofi dhe kjo njohuri. Dhe kështu, ato produktet i bashkojmë me njohurinë dhe me teknologjinë e re, në kremra dhe në pomada të ndryshme, të dobishme për trupin. Zoti Dimitër, le ta mësojmë pak më shumë publikun shqiptar sa i takon historikut të fabrikës Smile Cosmetics, duke pasur parasysh që kjo është një fabrikë gjigante, prodhon për një treg ndërkombëtar, furnizon 25 shtete të botës, punon me brende dhe me emra të njohura botërisht. Sa produkte prodhohen këtu në ditë? Dhe pak a shumë na thoni çfarë prodhohet më së shumti? Ναι. Η εταιρεία μας Smile Cosmetics ιδρύθηκε το 1989, δηλαδή συμπληρώνει τώρα 30 χρόνια ζωής και ιστορίας, που είναι ήδη αρκετά. Ιδρύθηκε από μένα. Smile Cosmetic u themelua në vitin 1989, që do të thotë 30 vjet jetë dhe histori. U themelua nga unë dhe u specifikua që të prodhoj produkte kozmetike dhe produkte për kujdesin e bukurisë. Kolonja, produkte për flokët, për trupin, për thonjt, për gjithë familjen. Για τον άντρα έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων, όπως τα μέτρο
Kemi një gamë shumë të madhe me produkte. Kompania filloi në rrjetin grek, por shumë shpejt u zhvillua në biznes eksporti dhe produktet eksportohen në të gjithë kontinentet, Azi, Europë, Amerikë, Afrikë dhe në Australi kohët e fundit. Kemi shumë klientë në të gjithë botën. Kompani të mëdha na besojnë cilësinë e tyre. Si për shembull Carrefour, kemi Primark, anglezen, gjithashtu që prodhon rroba, shumë kompani gjermane si për shembull Rossmann dhe më e rëndësishmja, prodhojmë dhe dërgojmë produkte në Francë. Fabrika ka pajisjet më të përkryera në Europë dhe një masë shumë të madhe prodhimi. Mund të prodhojë 100 tonë në orë, që është një masë shumë e madhe, dhe për Greqinë, por edhe për Europën. Στην Ευρώπη και πολύ μεγάλο όγκο παραγωγής. Μπορεί να παράγει 100 τόνους τη μέρα, που είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη είναι πλέον πολύ μεγάλος όγκος. Zotë Dimitër, ju keni ardhur në Tiranë dhe përveç përshtypjeve që u bëri ky qytet, çfarë ju pëlqeu më shumë? Όταν επισκέφθηκα το κατάστημα... E vërteta është që unë u impresionova shumë me qytetin tuaj. Dhe paji është i juaj për këtë, se nuk bëni reklamën e duhur të qytetit tuaj. Qyteti është shumë më mirë nga ajo çka besojnë njerëzit jashtë Shqipërisë se çfarë është Tirana. U impresionova shumë. Më pëlqyen shumë dyqanet, më pëlqeu shumë zona e bllokut dhe gjithashtu vizita që bëra në Durrës përpara detit me restorante të mrekullueshme me peshk të freskët. E di që do të vij shumë shpejt dhe do të përshtas me promovimin e produkteve që po prodhojmë për kompaninë Meria. Do doja tani të kaloja tek sebepçiu i këtij takimi, doktor Yllin, i cili besoj se ndjehet plot emocione dhe shumë entuziast për këtë bashkëpunim, sepse është vërtet një arritje, apo jo doktor? Kam detyrimin intelektual dhe moral që zotin Dimitër Vozmandos ta falenderoj për këtë shkëndij të bashkëpunimit dhe njëkohësisht unë gjatë këtij bashkëpunimi duhet të jem shumë i përgjegjshëm, të tregojmë me të vërtetë që kemi potenciale intelektuale, por në mendje dhe në zemër do të ngelen fjalët e mëdha që zoti Dimitër u shpreh në momentet kur neve mbaruam atë drekën e ceremonisë të bashkëpunimit. Pra midis të tjerash, ky u shpreh me shumë pak fjalë. Ne jemi Ballkanas, ne duhet të japim dorën e bashkëpunimit dhe të miqësisë njëri tjetrit dhe nuk duhet të na shkojë mendja që këtë produkt, këtë ide që juve keni ndërmend për ta realizuar të shkoni në një vend tjetër të Komitetit Evropian. Duhet të japim dorën e bashkëpunimit dhe të miqësisë së njëri tjetrit. Këto produkte tona duhet të jenë si ajo pika e vesës mbi bar kur vezulli në mëngjes, si ai diamanti i thash i çmuar dhe i kushtueshëm dhe i gjithë stafi i tij u shpreh tepër i gatshëm për bashkëpunim. Pra, le t'i themi edhe një herë, ju faleminderit për gjithçka bët për të na futur edhe neve në këtë rrugë për të realizuar ato idetë tona që me të vërtetë janë të mrekullueshme. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου το λέω και καφιέμαι, Θεσσαλονίκη μου.